Një nga rrugët kryesore të fshatit Balindol, e cila lidhet me lagjen e Kurudha, do t'i nënshtrohet rekonstruimit të plot. Nga dita e premte kanë filluar punimet për heqjen e shtresës së vjetër të asfaltit, ndërsa punimet nga afër i ndoqi kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta me bashkëpunëtorët e tij. Me këtë rast, kryetari Bejta shprehu besimin se punimet do të vijojnë sipas dinamikës dhe se deri në fund të muajit Ramazan rruga do të jetë riasfaltuar me qëllim që në ditën e Bajramit rruga të jetë vënë në shfrytëzim të banorëve. Sot na fillojmë me rregullimin e rrugës, e kjo rrugë lere që do të lehtësojë qarkullimin e banorëve të Balindollit, por do të shkarkojë edhe komunikacionin, se tash do bëhen dy rrugë të levishme, edhe rruga pjesa tjetër andej, edhe kjo rrugë. Gjatësia është 1420 metra, gjerësia është 3 metra. Punën e ka marrë në kompania që është e njohur, Magnumi. Magnumi është i dëshmuar me punë me cilësi, edhe besoj se ashtu si që ka bërë punë të tjera, edhe këte punë do të bënë në bazë të standardeve që i kërkojnë, që ndërtohen në vendet ose qytetet e shteteve të zhvilluara të Bashkisë Evropiane. Shpresojmë se kjo rrugë do vihet në përdorim, se tash jemi në muajin e Ramazanit, ka fundi i muajit të Ramazanit, besoj se në ditën e festive të muajit të Ramazanit fundit, që të festojmë Bajramin, do jetë në shërbim të qytetarëve, edhe mund të shfrytëzojnë qytetarët nëse nuk del ndonjë pengesë, për shkak se drejtori i ndërmarrjes edhe ai do të bën edhe punët e kanalizimit dhe punët e ujësillësit, se një herë bëhet rruga. Investimi është 5.200.000 ose 86.000 euro. Në të njëjtën rrugë do ndërhyet edhe në rehabilitimin e rrjetit të ujësillësit dhe kanalizimit, me qëllim që para riasfaltimit të rrugës të kryen intervenimet e nevojshme. Po të njëjtin fshat, Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me ndërmarrjen publike komunalec ka filluar me instalimin e gypit të ri të ujësillësit, i cili do të bën furnizim me ujë të anvisrive në rrugën Boke-Veljanovski, lagjen Karagaç, fshatin Balindol dhe një pjesë të fshatit Çaj. Drejtori i ndërmarrjes publike Mehmet Ali Xhaferi nënvizoi që ky investim do të përmirëson dukshëm furnizimin me ujë në Balindol të vjetër. Kjo pjesë në fshatin Balindol gjithmonë ka probleme me kanalizimin, kështu që vendosëm së bashku me komunën e Gostivarit që të intervenojmë te sistemi i kanalizimit. Gjithashtu bëhet edhe një intervenim për sistemin për furnizim me ujë për pije, gjithsesi rehabilitimin e gypit, kështu që edhe pjesa e Balindollit, e cila është shumë problematike për furnizim me ujë, me intervenimin me investimin përbashkët me komunën e Gostivarit me vlerë afër 15.000 euro, do të bëhet edhe një gyp i cili do ta lidhë gypin FIT 250 afër ish fabrikës Gotex me pjesën e Balindollit të poshtëm, dhe me këtë duhet presin përmirësohet furnizimi me ujë për pije në Balindollin e ri, Karagaç, Boke-Veljanovski, një pjesë të fshatit Çajl dhe ashtu do të përmirësohet gjithashtu edhe furnizimi me ujë në Balindollin e vjetër. Investimet e ndërmarra nga Komuna e Gostivarit u mirëpritën nga banorët e fshatit Balindoll, të cilët u shprehen se në kohën kur me Komunën e Gostivarit ka udhëhequr Nevzat Bejta, në fshatin e tyre janë realizuar investime kapitale, duke përmendur ndërtimin e objektit shkollor, ndriçimin publik, rrjetin e ujësillësit, si dhe rregullimin e thuajse gjitha rrugëve të fshatit. Falenderoj kryetarin të Komunës së Gostivarit me krejt rrugët që janë në Balindolli i kemi asfaltuar, kanalizime, krejt na ka kri. Kjo është rrugë e fundit e Balindolli ka krejt rrugët të asfaltuar. Unë falenderoj kryetarin dhe gjithë stafin e tij, të cilët na mundësuan që të zgjedhim këtë problem të banorëve të fshatit tonë dhe njëkohësisht vlen të potencohet këtu se në periudhën kur Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë në krye të Komunës së Gostivarit dhe kryetari Nevzat Bejta, për fshatin Balindoll janë bërë investime jashtëzakonisht të rëndësishme, investime kapitale. Kjo është me pritur që 20 vjet që e presin ta bën. Edhe as ligur nuk ka vendu pikur, ka vendu kryetari i atëhershëm Everzenko. Këtë që ka më përnu deri tash në krye me kryetarin e Komunës Gostivarit, jemi shumë të faleminderohet. Mendoj se do të vazhdojë jo vetëm fshatin Balindol, por edhe të fshatet të tjerë. Rregullimi i rrugës ka qenë një kërkesë e vjetër e banorëve të fshatit Balindol. Rruga është e gjatë, 1440 metra, ndërsa e gjerë 3 metra dhe do të kushton
5.260.681 denar.